الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستهديه ونصلي ونسلم على أشرف الخلق وأكرم الرسل من بعث رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allahun gjelle shanuhu wa gjelle gjelaluhu e falenderojmë. Allahun e madhrojmë, prej ti ndihmë, mëshirë, udhëzim, falje kërkojmë. I pejgamberin ton salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë dhe dëshmojmë se nuk ka zot tjetër të vërtet përveç Allahut. Dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Allahu e dërgoi me shpatën e fundit, Kur'anin famëlart, që të jetë udhërofyes, që ta fitojmë kënaqësinë e Allahut në këtë botë dhe shpërblimet e tij të pafundta në ahiret. Të nderuar vëllezër, Islami është fe e bashkësisë. Islami është fe në të cilën besimtari për vëllaun e tij besimtar e don të njëjtën të cilën e dëshiron për vetën e tij. Për këtë shkak, për ta rregulluar këtë çështje, Islami ka urdhëruar, madje i ka lavdruar ata njerëz të cilët urdhërojnë për punë të mira dhe i ndalojnë njerëzit nga rruga e keqe, nga rruga e gabuar dhe nga mëkatet që i bëjnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke dashur me na përshkruar, me na dhënë një pasqyrë të qartë se çka do të thotë të urdhërosh në të mirë dhe të ndalosh nga e keqja, e jep shembullin e një anije, në të cilën njerëzit kanë qenë të vendosur, disa në pjesën e epërme, disa në pjesën e poshtme të anijes. Dhe ata që kanë qenë poshtë në anije, kur kanë pas nevojë për ujë, apo ushqim, apo diçka tjetër, është dashur që t'u drejtohen atyre lart që t'u sjellin pakës ujë. Njëri prej tyre që ishin poshtë në anije, ju kujtua pse mos ta hapim një vrim këtu, një birë prej saj marrim ujë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ata që janë lart nuk i ndalojnë ata që janë poshtë nga ky veprim, do të shkatrohen, do të fundosen edhe ata lart edhe ata që janë poshtë brenda anijes. Ky është simboli i urdhërimit për punë të mira dhe ndalimit nga punë të këqija. Duke i lavdruar njerëzit që e kryen këtë detyrë, thot pejgamberi, thot Allahu xhalla shanu, ju jeni populli më i mirë që është paraqitur në mesin e njerëzve. Çka ju dallon? Çka ju dallon prej njerëzve tjerë? Thot ta'muruna bil ma'rufi, urdhoni për punë të mira. Siç e tham në fillim, nëse une për vllaun tim, për njeriu tjetër, nuk e dëshiroj ata që e dëshiroj për veten time, atëherë unë do të bëhem egoist. E ti, nëse dëshiron ta shprehish sinqeritetin tënd, se sa mik i mirje, sa vlla i mirje, sa njeri i cili don ta ndihmon vllaun e vet, puna e parë e cila duhet ta bësh është që ta urdhërosh që ai të bën punë që Allahu i kërkon prej tij. Domethënë Allahu i lavdron dhe thotë: ju jeni populli më i mirë, i cili është paraqitur në mesin njerëzve, urdhnoni për punë të mira, për punë të mbara, dhe i ndaloni njerëzit nga punë të liga, nga punë të fliqura, nga punë që më së shumti do t'i vuajnë pasojat ata njerëz që vetë i kanë bërë. Wa tu'minuna billah. Këtë e bulos Allahu subhanahu wa ta'ala duke thonë: dhe jeni njerëz që e besoni Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu. E kemi cek shpesh herë, çdo vepër e cila nuk buron nga besimi,
ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk është bërë sinqerisht për hir të Allahut, pra asaj vepre nuk ka asnjë lloj dobie njeriu as në këtë botë, as në botën tjetër. Në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa taala thot: "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari." Nga mesi juaj le të jetë një grupi njerëzve të cilët i thrasin njerëzit, i thirin njerëzit në atë që është hajr. Hajri çka është, të nderuar vëllezër? Hajri është ajo e cila na mundson neve një jetë të këndshme, një jetë të mirë në këtë botë, edhe po ashtu na mundson neve një jetë të lumtur në përjetësinë e ahiret. Çdo gjë që është në domin ton quhet hajr. Çdo gjë që është në dëmin ton quhet sherr. Prandaj Allahu i urdhënon besimtarët që nga mesi i tyre të ketë njerëz të cilët thrasin në hajr, që urdhnojnë për punë të mbara, për punë të mira, nga donjëherë vetë këshilla, vetë fjalët e buta, vetë fjalët e mira, ndoshta nuk e kanë efektin. Edhe ka nevojë pakës të tregojmë më të vendosur dhe t'i urdhërojnë njerëzit. Këtë më së miri e shpjegon kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë, shikoni pedagogjinë e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Thotë, urdhnoni fëmijët tuaj që të falin namaz kur t'i mbushin 7 vjet. Pastaj thotë, ato në moshën 7 vjeçare nuk e kanë farz, nuk e kanë obligim, por është kjo një lloj trajnimi, një lloj, domethënë përgatitje që ta kupton seriozitetin dhe rëndësinë e namazit. Dhe thot pastaj, "Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr." Ndërsa keni të drejtë i denoni kur t'i mbushin 10 vjet nëse nuk janë të rregullt në namaz. Domethënë të tregoni një lloj vendosmërie. Qëllimi i kësaj nuk është që t'i denojmë fëmijët, por qëllimi është që t'ua tregojmë se sa i rëndësishëm është namazi, i cili është shtyllë e kësaj feje. Do thonë, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayri", thrasin në të mira dhe urdhëjnë për të mbara dhe ndalojnë nga të këqija. Ata janë të shpëtuarit. Ata janë ata të cilët do të arrijnë shpëtimin në këtë botë dhe në botën tjetër. Pastaj thotë: "Wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah." Dhe mos u bëni sikur ata të cilët u përçan, edhe patën kundërshtime njëri me tjetrin, pasi që ju erdhën argumentet e qarta. Subhanallah, ne sot një prej shkaqeve më të mëdha të dobësisë së muslimanëve është se e kemi Kur'anin, i kemi hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të qarta, të pranishme në mesin tonë. Prapë se përçahemi nga egoizmi, nga dëshira me qenë i pari, nga dëshira me qenë më i njohuri, më i popularizuari, ndoshta mbajmë ndonjë qendrim dhe me atë qendrim i kundërshtojmë të muslimanë të tjerë dhe shkaktojmë përçarje dhe mos pajtime në mesin e besimtarëve. Duke komentuar këtë ajet, Ibn Kathiri, Allahu e mëshiroft, thot, Allahu xheleshanu na ka treguar që të mos bëhemi sikur popujt e mëhershëm, të cilët i kishin argumentet e qarta të shpalljes për Allahu subhanahu wa taala. Megjithatë, u përçan, do të thonë e kundërshtuan njëri tjetrin dhe për ta Allahu ka përgatitur dënim të madh në ahiret. Pse dënim të madh? Sepse ti e ke pas librin e udhëzimit, e ke pas shpalljen e Allahu subhanahu wa taala, ke pas ku më u kthy në rast të mosmarrveshjes dhe mospajtimit. Nuk e ke vepruar ashtu. Prandaj, krahas kësaj, shkaku pse ata janë përçarë pasi që i kanë pas argumente qarta, shkaku pse Allahu i ka dënuar është se nuk kanë urdhëruar për punë të mira dhe nuk kanë ndaluar nga punë të këqija. Kjo cilësi e thirrjes në punë të hajrit, kjo cilësi e urdhërimit për punë të mira dhe ndalimit të punëve të këqija është cilësi e besimtarëve. Allahu në Kur'an thot:
wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Besimtarët meshkuj dhe besimtarët femra, ata janë mbrojtës të njëri tjetrit, ata janë miq të njëri tjetrit. Cila është cilësia e tyre? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. E urdhënojnë njëri tjetrin, sepse dëshirojnë njëri tjetrin ta shpëtojnë, ta ndihmojnë për punë të mira dhe ndalojnë prej punëve të këqija. Ndërsa cila është cilësia e munafikëve? Njerëzit dyftyrsh, njerëzit që e fshehin mosbesimin ndërsa e shfaqin se ata janë besimtar të sinqert, këshilltar të mirë. Çfarë thot për ta Allahu subhanahu wa taala? Wal munafiquna wal munafiqat. Munafikët meshkuj dhe femra. Ba'duhum min ba'd. Janë njëri prej tjetrit, domethënë janë një kallëp, një lloj, dukuri e njëjtë. Çfarë bëjnë ata? Ya'muruna bil munkari. E urdhënojnë njëri tjetrin për çka? Për punë të liga, për punë të keqia. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nëse kur vjen puna e veprës së mirë, i thënë mos e bat, ja, sa kime u bo perishan, kime u shkatru nëse e bon atë punë të mirë. Edhe një problem tjetër është të ndëror dhezër. Për e se mungon kjo këshilla e sinqert. Kemi arrit në një fazë, ku njerëzve e mira ju duket e shëmtuar, e prishur, e shkatruar. E keqja ju duket diçka e mirë. Kjo është rezultati asaj që kemi lejuar që në zemrën tonë me deportu dhe me na e sundu zemrën tonë kjo dunja dhe shejtani i mallkuar i cili përdor kurthet e tij për me na largu nga rruga e drejtë. Të nderuar vëllezër, ata të cilëve Allahu jep fitore dhe i bën që të janë mëkëmbësit e Zotit në këtë tokë, çfarë cilësi kanë? Allahu në Kur'an i përshkruan dhe thotë: وَالَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ. Ata të cilëve ne ju japim pushtet në këtë tokë, a dëshirojnë fitore? Sot është me të vërtet gjendja e mjerueshme e pothuajse 2 miliard musliman janë. Një popull i cili nuk ka më tepër se 9 milion, po na bombardon, po na lufton, po i vret fëmijët e ton, po i masakron gratë, edhe njerëzit në Gaza, muslimanët heshtin. Pse heshtin të nderuar vëllezër? Nga se ata nuk i kanë plotësuar kushtet për me vallëdhon Allahu ndihmën dhe fitoren. Çfarë thot për ata të cilët kur e marrin pushtetin e tokë? Çfarë cilësi kanë? Thot Allahu subhanahu wa taala: Aqamu s-salata. E falin namazin, edhe çdo hutbe, çdo nasihat, çdo ders, nëse e përmendim namazin, nuk do të gabojmë se ajo është tylla direku, i cili e mban këtë fe, këtë din. E japin zeqatin. Domethënë e pastrojnë vetën shpirtërisht, e mbajnë lidhjen me Zotin, po ashtu edhe pasurinë e tyre, e pastrojnë nga çdo njollë. Pastaj çka bëjnë? Nuk ndalen tek vetvetja e tyre. Amaru bil ma'ruf, urdhënojnë për të mbara. Kudo që të shkojnë muslimanët e parë, ashabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët nisën prej Medinës për me i shiru vendet e dunjas, në Sham, në Irak, në vendet e larta, në Afrikë, në Egjipt. Cili ishte qëllimi i tyre? Qëllimi i tyre ishte të shpëtojnë njerëzit, të nxjerrin njerëzit nga errësira e adhurimit të zotrave të rrejshëm dhe të nxjerrin në dritën e besimit në Zotin e vetëm Allahun subhanahu wa taala. Thot një komentues i njohur i Kuranit: ata të cilët nuk i realizojnë këto çështje, domethënë e falin namazin, e japin zeqatin, edhe nëse në shoqëri nuk ekziston kjo, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja, ata nuk kanë çka presin nga ndihma e Allahut. E fitoria është shumë larg prej tyre, nga se e kanë anashkaluar, e kanë neglizhuar detyrën kryesore që e kanë ndaj vetvetes së tyre, edhe ndaj vëllezërve musliman. Allahu në Kur'an thot:
ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, ndihmojeni njëri tjetrin në bamirësi dhe në devotshmëri, wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-udwan. Dësa mos e ndihmoni njëri tjetrin në çka? Në mëkate dhe në armiqësi. Sot, me të vërtetë, një fjalë e mirë e hajrit shumë vështirë deporton tek njerëzit tjerë. Një fjalë e keqe, një fyerje, një përgojim, një shpifje shumë shpejt shpërndahet. Po tjera të angazhohen edhe e kanë dëgjuar një fjalë të keqe, mundohet sa më tepër njerëzve t'u tregon. Pastaj kërkojnë ndihmë prej Zotit. Ti je bosh shkaktar që të përçaq, që të coptohet ky umet, edhe prap kërkon që Allah me ndihmu. Këtu e tregon se ti nuk je i sinqert, se ti më shumë i ngjan kujt? Atyre që i përmendën munafikët dhe munafiket. Dy ftyrshat të cilët urdhnojnë për të këqija, ndalojnë nga veprat e mira. Të ndërë vëllezër, urdhrimi për punë të mira dhe ndalimi nga punë të këqija është shkak i shpëtimit në ditën e gjykimit. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Falamma nasu ma dhukkiru bihi أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون." E kur ata njerëzit e haruan për kujtimin e Zotit, në çdo ditë e dëgjojmë, çdo hutbë e dëgjojmë për kujtimin e Zotit, çdo ders, çdo video që e shikojmë të hajrit, e dëgjojmë për kujtimin e Zotit. Puno për ta shpëtuar vetveten tënde, familjen tënde, këto i ke obligim. Engjejna i shpëtuam. Ka e shpëton Zoti? Ka e shpëton Zoti? Ata të cilët i ndalojnë njerëzit nga veprat e këqija, ndërsa i dënuan me një dënim poshtrues të fortë dhe të fuqishëm, ata të cilët bën padrejtësi. Një prej padrejtësive është që ti e sheh vllaun ton në gabim edhe nuk shkon që ta këshillosh. Mënyra se si këshillohet inshallah ta shpjegojmë në ndonjë hutbë tjetër, por ti nëse e sheh vllaun tënd apo motrën tënde duke u zhyt në mëkate, duke e shkatruar vetveten dhe jetën e saj, e ti në këtë botë dhe në botën tjetër, ti duhet të ndihmosh. Është padrejtësi nëse e le. Allahu ka me vetë ditën e gjykimit, pse nuk e ndihmove vllaun tënd apo motrën tënde që ta largosh nga rruga e shejtanit. Bima kanu yafsukun, sepse këto vepra janë vepra të shëmtuara, vepra të cilët me të vërtet njeriu e largojnë nga rruga e Allahut, edhe me këtë vepër ata e meritojnë dënimin e Zotit xhelle shanu wa xhelle xhelalu. Kjo hutbë ta ketë vazhdimin e saj. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.